Përshëndetje miq. Sot do t'ju sjell recetën që ma keni kërku më së shumti të një ëmbëlsire që e kom përgatit më herët, por sot do të shohim në një mënyrë shumë të detajuar se duhet ta përgatisim. Përgatitja e kësaj ëmbëlsire na merr shumë pak kohë, ka përbërës të cilët i kemi pothuajse në shtëpi, pra janë përbërës shumë të thjeshtë dhe të lehtë për t'i gjetur, e mbi të gjitha ëmbëlsira ka shumë shije. Fillojmë me përgatitjen e kësaj recete. Për këtë ëmbëlsirë na duhet vetëm një krem i thjeshtë, të cilën do ta përgatisim tash vet, gjithashtu edhe biskota të thata. Fillojmë me përgatitjen e kremit. Fillimisht në një tenxhere do të shtoj 125 gram niseshte. Tek niseshtja do të shtoj edhe 120 gram sheqer plor. Do të vazhdojmë të shtojmë edhe një pako sheqer vanile, gjithashtu edhe 3 lugë gjelle me kakao. Pasi kemi shtuar përbërësit e thatë, do t'i përzijem derisa të bashkohen në mes vete. E tash është koha që t'i shtojmë qumshtin. Për këtë masë do të përdorim 1 litër qumësht. Qumshti është i ftohtë dhe do t'a vlojmë së bashku me përbërësit e tjerë. Ja shtojmë qumshtin gradualisht duke e përzier. Po ashtu edhe para se ta vendosim për të vluar, duhet ta përzijej mirë. Tani kremin e kemi të gatshëm për ta kaluar në zjarr. Do ta vlojmë fillimisht derisa të arrijë pikën e vlimit në temperaturë më të lartë, pastaj do ta zbresim temperaturën dhe do të vazhdojmë ta përzijejmë në mënyrë që të mos ta ngjitet kremi dhe të mos krijohen kokërza. Do kthehemi kur kremi të jetë gati dhe do ta shohim se çfarë pamje ka marrë. Kremi është gati. E ka këtë pamje. Është tamam që duhet jetë. Këto sipër janë fluska që ju kanë kriju, përndryshe kremi nuk e ka as edhe një kokër. Tash i shtojmë 50 gram gjallë. I shtojmë edhe 200 gram çokoladë katime. E përzijejmë sa është i ngrohtë në mënyrë që gjalpët e çokoladës të shkrihen dhe kështu kremin e kemi gati. Pra kremi është gati. Tash kremin ku me përdor më herë, për këtë arsye nuk po e mbuloj. Vetëm po e lëonësh edhe po vazhdojmë me përgatitjen e bazës së ëmbëlsirës. Unë po përdore këtë këllëpër, mirë po ju mundeni me vendos edhe në tepsi. Hiç nuk ka problem. Preferoj që forma me qenë katrore shkaku i llojit të biskotave, mirë po mundeni me përgatit edhe në formë rrethore, veç që keni pak ma problem për me vendos biskotat. Unë jam të e përgatit në këllëp me 20 cm. Mundeni që shqypesh edhe tepsi me pas 20 cm. Mundet me qenë edhe 24-she. Del pak ma e hollë, mirë po nuk është e bën dallimin shumë. Këtë e kom ngru rreth 1 gotë qumsht dhe këna me përdor tash për biskota. Po është edhe pak aromë të vanilës. Tash vazhdojna me i kalu biskotat tek qumshti. I kalojmë tepër pak
veç i vendosim edhe i hekim. Edhe direkt i vendosim në tepsi. Tash me biskota e përfundum në rendin e parë edhe i shtojmë kremen. Kur përgatis ëmbëlsira që duhet me i përgatit kështu me rende, e llogarite për shembull sasinë e njëjtë. Nëse te rani i parë i kam shtu 3 prej kësaj luge, vazhdoj me i shtu të gjithë. Kështu që këtë herë po ja vendosi 4 lugë me krem, po e shpërndaj dhe kena me përsërit procedurën derisa ta kemi ëmbëlsinën të përfunduar komplet. E shtri me një shpatull kuzhine kremin mirë në të gjitha anët. Kremin e shtrim shtresën e parë, tash krejt që ka kemi me bë, është me i vendos biskotat, edhe me vazhdu me përsërit procedurën krem, biskota, edhe në fund kemi me lymë me çokoladë, të cilën ka me shkri në krem kuzhine, e që do ta shohim së bashku si procedurë. Vazhdojmë të shtojmë përsëri kremin. Tash shtresën e fundit e shtojmë kremin. Në total për këtë ëmbëlsirë kam përdorur 250 gram biskota. Pra rreth një pako e gjysmë prej kësaj. Tash është koha të përgatisim çokoladën, të cilën do ta shtrojmë sipër ëmbëlsirës, pra është edhe pjesa e fundit e kësaj ëmbëlsire. Këtu i kam 100 ml krem kuzhine. Tash këtë kremin e kuzhinës ko me vendos mbi pllak edhe veç ko me ngro. Jo me vlu, po veç me ngro. Tash sa është kremi i ngrohtë, i shtojmë çokoladën. Unë po i përdor 150 gram çokoladë. Me tel kuzhine e përzijej derisa të shkrihet çokolada komplet. Përzierjen e çokoladës duhet me bo pak më shpejt, në mënyrë që me përdor kremin sa është i ngrohtë. Tash çokoladën e kemi gati. Edhe e shtrojmë sipër ëmbëlsirës. Kjo është rezultati final se ç'është duhet më do këtë ëmbëlsira. Tash veç e lojna mu ftoft, 3 deri në 4 orë apo gjatë tërë natës edhe është e gatshme për me shërby.